Dimri nuk erdhi me zhurma të vit. Nuk pati ditë të bardha apo reshje që të mbulonin gjithçka përreth. Erdhi ngadalë, përmes ajrit që u bë më i rënd, përmes mureve që filluan të mbajnë të ftohtin më gjatë se ç'duhet, përmes trupave që nuk ngroheshin më si më parë. Në shtëpinë e familjes Rahmani, dimri ishte ndier shumë përpara se kalendari ta pranonte. Shtëpia ndodhej në fund të një lagjeje të vogël, aty ku rruga humbiste formën dhe bëhej thjesht një shteg i shkelur nga këmbët e banorëve. Ishte ndërtuar vite më parë, pa plane të sakta, me materiale të mbledhura nga vende të ndryshme, dhe me ndihmën e njerëzve që sot nuk kalonin më andej. Çatia ishte e ulët, mure të holla dhe dritaret nuk mbylleshin plotësisht, duke lënë gjithmonë një hapësirë të vogël për ajrin e ftohtë. Brenda gjithçka ishte e thjeshtë, jo nga zgjedhja, por nga mungesa. Mobiljet ishin të vjetra, disa të riparuara më shumë se një herë, dhe çdo send kishte një arsye pse ndodhej aty. Asgjë nuk ishte e tepërt. Tryeza qëndronte në mes të dhomës kryesore. Ishte një tryezë e vogël druri, me këmbë të gërryera nga koha dhe një mbulesë plastike që dikur kishte qenë e bardhë. Tani ishte zverdhur dhe kishte njolla që nuk largoheshin më. Në atë mbrëmje, mbi të nuk kishte asgjë. As pjatë, as bukë, as gotë uji. Vetëm sipërfaqja e ftohtë që pasqyronte dritën e dobët të një llambe të varur në tavan. Era, vajza e familjes, rinte ulur pranë tryezës pa lëvizur shumë. Ishte 9 vjeçe dhe trupi i saj dukej më i lehtë se sa duhej për moshën. Këmbët i vareshin pak nga karigia dhe duart i mbante mbi prehër të mbledhura. Nuk shikonte tryezën, sepse kishte mësuar të mos e shikonte kur ishte bosh. Syti kishte drejtuar dritares, ku xhami ishte mjegulluar nga frymëmarrja e saj e qetë. Nëna e saj, Vjollca, lëvizte ngadalë në përdhom. Nuk kishte shumë për të bërë, por qëndronte në këmbë sikur lëvizja ta ndihmonte të mos mendonte. Ishte grua e hollë, me shpatulla pak të varura dhe flok që i kishte lidhur gjithmonë fort pas koke. Duart i ishin ashpërsuar nga vitet e punëve të rastit, nga pastrimi i shtëpive të tjerëve, nga uji i ftohtë dhe detergjentët e lirë. Soba në qoshe ishte e fikur. Drut kishin mbaruar prej ditësh. Vjollca i hidhte her pas here një vështrim, jo sepse priste të ndigjej vetë, por sepse ishte bërë zakon. Si shumë gjëra të tjera në atë shtëpi, burri i saj, Besnik Rahmani, ndodhej në dhomën tjetër. Ishte shtrirë me duart e mbledhura mbi kraharor, duke parë tavanin. Nuk flinte. Mendonte për ditët kur punonte pa u ndalur, për kohën kur pagesa vinte rregullisht, për momentin kur gjithçka kishte filluar të rrëshiste ngadalë. Një aksident i vogël, disa muaj pa punë, dhe më pas vite të tëra përpjekjesh që nuk çonin askund. Në shtëpi nuk flitej për ushqimin, jo sepse nuk mendohej, por sepse ishte menduar aq shumë sa ishte bërë e dhimbshme. Heshtja ishte më e lehtë se sa pranimi. Ora në mur tregonte se po afrohej mbrëmja. Drita jashtë po zbehej dhe hijet në dhomë po bëheshin më të gjata. Era e ftohtë hynte nga një qarje vogël te dritarja dhe lëvizte lehtë mbulesën e tryezës. Pastaj u dëgjua një trokitje në derë. E qetë, pa ngut, sikur dora që trokiti e dinte se çfarë kishte pas asaj dere. Vjollca u ndal. Era ngriti kokën. Besniku u ul në shtrat. Trokitja u përsërit, njësoj e butë. Kur dera u hap, ajri i ftohtë hyri i pari. Pas ti u shfaq një burr i moshuar, i gjatë, me shpinë pak të përkulur dhe flok të bardhë që i dilnin nga poshtë kapeles së errët. Mbante një pallto të vjetër, por të pastër dhe në secilën dorë kishte nga një qese të mbushur. Qeset ishin të rënda. Nga to vinte aroma e bukës së freskët, e vajit, e ushqimeve që nuk kishin qenë pjesë e asaj shtëpie prej kohësh. Ishte një aromë që ndryshoi ajrin e dhomës pa thënë asnjë fjalë. Burri quhej Halim Gega. Në lagje nuk flitej shumë për të. Disa e kishin parë të kalonte her pas here, gjithmonë vetëm, gjithmonë me hapa të matur. Jetonte në një shtëpi të vogël në anën tjetër të qytetit dhe kishte mbetur pa familje prej vitesh. Halim Gega qëndroi një çast në prag, duke parë brenda. Sytë e tij u ndalën mbi tryezën bosh, mbi fytyrën e fëmijës, mbi sobën e ftohtë. Në vështrimin e tij nuk kishte habi. Kishte njohje, kujtesë dhe diçka tjetër që nuk shprehej lehtë. Ai bëri një hap përpara. Hapi që bëri Halim Gega brenda nuk ishte i rënd.
Ishte i matur, pothuajse i kujdesshëm, sikur po hynte në një vend që nuk i përkiste plotësisht. Dera u mbyll pas tij pa zhurmë dhe për një çast. Ajri i ftohtë mbeti i bllokuar mes brendësisë së shtëpisë dhe palltosë së tij të vjetër. Qeset i mbante ende në duar, të varura poshtë, dhe krahët i dridheshin lehtë jo nga lodhja, por nga pesha që nuk ishte vetëm fizike. Vjollca që ndroi në vend. Nuk pyeti kush ishte, as pse kishte ardhur. Në shtëpi nuk vinte askush pa arsye, dhe ai burr dukej sikur e dinte saktësisht pse kishte trokitur. Era e bukës së freskët u përhap më fort tani, duke u përzier me aromën e lagësht të mureve dhe me heshtjen e dhomës. Era e ndjeu e para. Hunda i lëvizi instinktivisht, si te një fëmijë që përpiqet të kuptojë nëse ajo që ndjen është reale apo jo. Besnik Rahmani doli nga dhoma tjetër dhe u ndal disa hapa larg. Trupi i tij ishte ende i ngurtë nga qëndrimi i gjatë shtrirë, por sytë i ishin zgjuar. Ai e pa plakun nga kokat e këmbët, pa dyshim të hapur, por me atë kujdesin e një burri që ka mësuar të mos presë shumë nga askush. Halim Gega uli qeset në tokë, ngadalë, sikur të kishte frikë se mos zhurma e tyre do ta prishte diçka të brisht. Plastika fërshëlleu lehtë. Një bukë e madhe, e mbështjell me letër, u duk për një çast nga gryka e njërës qese. Një shishe vaj, disa paketa ushimesh të thata, perime të mbështjella shpejt, gjëra të thjeshta, por të mjaftueshme për ta ndryshuar pamjen e një tryeze bosh. Ai nuk foli ende. Hoqi kapelen dhe e mbajti në dorë, duke e rrotulluar ngadalë mes gishtave. Flokët e tij ishin të bardhë, të hollë, por të rregullt. Fytyra kishte rrudha të thella, jo vetëm nga mosha, por nga një jetë që nuk ishte qenë e lehtë. Syti ishin mbushur me një lloj qetësie që vinte nga pranimi, jo nga rehatia. Era u ngrit nga karrigia pa e kuptuar plotësisht pse. Hapi 2 hapa të vegjël drejt tryezës dhe u ndal. Nuk ju afrua qeseve. Vetëm i shikoi, sikur po i mësonte me sy. Në sytë e saj kishte diçka të përzier. Shpresë, mosbesim dhe një gëzim të frenuar. Të mësuar të mos shpërthente me njëherë. Vjollca ju afrua më në fund. Duart i kishte të ngrira, por tani jo nga të ftohtit. Ajo u përkul pak dhe e pa nga afër çfarë kishte sjell plaku. Nuk preku asgjë, vetëm mori frym thellë. Në atë frymmarrje kishte falënderim, por edhe një ndjenjë turpi që i erdhi pa e kërkuar. Jo për veten, por për situatën që ishte bërë dukshme pa u thënë. Halim Gega ngriti syt drejt besnikut. Ata u pan për disa sekonda pa fjalë. Ishte një shikim i thjesht, i drejt për drejt, burrash që e kuptonin njëri tjetrin pa pasur nevojë për shpjegime të gjata. Plaku bëri një lëvizje të vogël me dorë, drejt qeseve, jo si ofertë, por si fakt. Besniku u afrua dhe u përkul për t'i ngritur. Halimi e ndaloi lehtë, me një gjest të butë. Jo sepse nuk donte ndihmë, por sepse donte ta vendoste vetë atë bar aty ku duhej. I mori qeset dhe i vendosi mbi tryezë. Mbulesa plastike u rudh pak nën peshën e tyre. Tryeza nuk ishte më bosh. Ajo nuk ishte ende e shtruar, por prania e ushqimit i kishte ndryshuar kuptimin. Nuk ishte më një vend që tregonte mungesë, por një vend që premtonte diçka. Era ul sërish në karrige, këtë herë më afër tryezës. Vjollca nisi të lëvizte, pothuajse me nxitim të përmbajtur, duke kërkuar pjata, duke hapur dollapin ku gjithmonë kishte më pak gjëra se sa hapësirë. Halim Gega u ul në një karrige pranë derës. Nuk u ofrua të ndihmonte, nuk ndërhyri. Qëndronte aty si dikush që kishte ardhur për një arsye të caktuar dhe kishte përmbushur. Syti lëvizni ngadalë, duke u ndalur herë pas here mbi fytyrën e vajzës, herë mbi duart e nënës, herë mbi shpinën e besnikut. Në mendjen e tij, kjo shtëpi nuk ishte e panjohur. Jo kjo shtëpi, por kjo gjendje. Ai e kishte parë më parë, vite më parë, në forma të tjera, në mure të tjera, në një kohë kur vetë kishte qenë në anën tjetër të tryezës bosh. Kujtimet nuk i vinin si pamje të qarta, por si ndjesi, stomaku bosh, heshtja rënd, frika për ditën e nesërme. Vjollca ndezi sobën me copat e fundit të druve që kishte ruajtur. Flaka u ngrit ngadalë, e dobët në fillim, por mjaftueshëm sa për të dhënë pak ngrohtësi. Zhurma e lehtë e djegjes ishte e re për dhomën dhe solli me vete një ndjenjë normaliteti të harruar. Era e bukës u bë më e fortë kur vjollca e preu. Thërrimet ran mbi tryezë. Askush nuk nxitoi të hante me njëherë. Ishte sikur po i jepnin kohë momentit të vendosej, të bëhej i vërtet.
Halim Gega u ngrit ngadalë nga karrigia. Mori kapelen dhe e vendosi sërish në kokë. Hodhi një vështrim të fundit rreth e rrotull, jo për të kontrolluar, por për të ruajtur në mendje atë që kishte parë. Para se të afrohej drejt derës, u ndal për një çast si të kishte diçka për të shtuar, por nuk e bëri. Dera u hap dhe u mbyll sërish pas tij. Në shtëpi mbeti ngrohtësia e sobës, aroma e ushqimit dhe një heshtje tjetër, jo më e rëndë, por e mbushur. Besniku u ul pranë tryezës. Vjollca vendosi pjatat. Era mori copën e parë të bukës me 2 duar, me kujdes, sikur të kishte frikë se mos zhdukej. Jashtë dimri vazhdonte, por brenda, për herë të parë pas shumë kohësh, tryeza kishte arsye të ekzistonte. Pas largimit të Halim Gegës, shtëpia nuk u kthye menjëherë në qetësinë e saj të zakonshme. Diçka kishte ndryshuar, jo vetëm mbi tryezë, por në mënyrën si ajri qarkullonte nëpër dhomë. Zhurmat e vogla, përplasja e pjatave, kërcitja e sobës, hapat e lehtë të vjollcës, tingëllonin ndryshe, sikur kishin kuptim tani. Nuk ishin më thjesht shenja të mbijetesës, por pjesë të një mbrëmjeje që po ndodhte realisht. Era e mbante bukën në duar pa e kafshuar menjëherë. Ajo e nuhaste, e shikonte, sikur po përpiqej ta fiksonte në kujtesë për një kohë kur ndoshta do t'i duhej ta kujtonte. Pastaj ngadalë kafshoi. Nuk ishte uria ajo që e bëri të mbyllte syt për një çast, por ndjesia e diçkaje të njohur që kthehej pas një mungjese të gjatë. Ushqimi kishte shije, por mbi të gjitha kishte peshë. Besnik Rahmani hante në heshtje. Lëvizjet I kishte të përmbajtura, jo nga mungesa e oreksit, por nga një lloj respekti I pavetëdijshëm për atë që kishin përpara. Çdo kafshat I sillte ndërmend sa lehtë mund të ishte zhdukur edhe kjo mbrëmje. Sa afër kishin qenë me një tjetër natë pa gjumë. Ai nuk e shikonte tryezën si një zgjidhje, por si një pushim të shkurtër në një rrugë që vazhdonte të ishte e vështirë. Vjollca u ule fundit, pasi u sigurua që vajza dhe burri kishin në pjatat e tyre. Vetëm atëherë u lejua të hante edhe ajo. Ishte një zakon I vjetër, I formuar pa e kuptuar, një mënyrë për të ndjerë ende në kontroll të diçkaje. Duart I dridheshin pak, jo nga të ftohtit, por nga lodhja e grumbulluar që po dilte në sipërfaqe tani që tensioni ishte zbutur. Askush nuk foli për plakun që kishte trokitur në derë. Emri I tij nuk u përmend. Ishte sikur ta përmendje do ta bënte gjithçka më të brisht. Ata hëngrën në heshtje, por heshtja nuk ishte më e rëndë. Ishte mbushur me tinguj të vegjël, me frymëmarrje, me ndjesinë e një normaliteti të përkohshëm. Pas ngrënjes, vjollca mblodhi pjatat dhe I lau me kujdes, duke kursyer ujin. Era ul pranë sobës, duke I zgjatur duart drejt ngrohtësisë. Besniku u ngrit dhe doli për pak qaste jashtë, në oborrin e vogël pas shtëpisë. Ajri I ftohtë I preku fytyrën, por këtë herë nuk e ndjeu njësoj. Diku në kraharor kishte diçka që po shkrinte ngadalë. Ai mendoi për Halim Gegën. Nuk ishte hera e parë që e shihte. Vitet më parë, kur ende punonte rregullisht, e kishte hasur disa herë në qytet, gjithmonë vetëm, gjithmonë I heshtur. Nuk kishin folur kur gjatë. Një përshëndetje, një tundje koke, asgjë më shumë. Por tani, prania e tij kishte marrë një kuptim tjetër. Nuk ishte thjesht një akt bamirësie. Kishte diçka të qëllimshme, sikur ai plak të kishte pritur pikërisht këtë moment. Besniku u kthye brenda. Vjollca po fshinte tryezën. Mbulesa plastike kishte marrë formë tjetër, më të sheshtë, më të rregullt. Ushqimi I mbetur ishte vendosur me kujdes mënjan, si diçka që duhej ruajtur. Era ishte shtrirë mbi një batanie pranë sobës, syt gjysmë të mbyllur. Gjumi po e merrte ngadalë, I qetë, pa frikën e natës. Më vonë, kur gjithçka u qetësua, besniku dhe vjollca qëndruan ulur pranë njëri tjetrit pa folur shumë. Kishin mësuar prej kohësh se jo çdo gjë kishte nevojë për fjalë. Vjollca e theu heshtjen vetëm për një çast, jo për të pyetur, por për të thënë diçka që I kishte qëndruar në mendje. Ajo mbrëmje kaloi pa ngjarje të tjera, por pas saj, asgjë nuk ishte plotësisht njësoj. Ditët që pasuan ishin të ftohta, por jo të zbrazta. Ushqimi që kishte sjell Halim Gega mjaftoi për disa ditë. Çdo herë që vjollca hapte dollapin dhe shihte se ende kishte diçka, ndjente një lehtësim të vogël, por edhe një pyetje që nuk e thoshte me zë. Pse ai? Halim Gega nuk u kthye menjëherë. Kaluan ditë pa asnjë shenjë prej tij, por prania e tij mbeti si një hije e qetë mbi jetën e tyre.
Era pyeste me sy sa herë që dëgjonte hapa jashtë. Besniku e kapte veten duke parë drejt rrugës her pas here. Pa e ditur saktësisht çfarë priste. Pastaj një pasdite tjetër, kur dielli ishte i zbehtë dhe rruga ishte bosh, figura e njohur u shfaq sërish në fund të shtegut. Këtë herë ai nuk mbante qese. Halim Gega ecte ngadalë me duart bosh, por me një qëndrim që tregonte se nuk kishte ardhur pa arsye. Hapat e tij nuk nxituan, nuk u ndalën as kur pa shtëpinë në fund të shtegut. Ishte sikur rruga ta njihte dhe ai ta njihte rrugën. Palltoja i vare lirshëm mbi trup. Kapela ishte po ajo, e vendosur pak anash, dhe fytyra i dukej më ashpër në dritën e zbehtë të pasdites. Besniku e pa nga dritarja i pari. Nuk e thirrri askënd. Vetëm qëndroi për një çast me dorën mbi kornizën e dritares, duke ndjerë një lloj përzierje që nuk dinte si ta emërtonte. Nuk kishte frikë, nuk ishte as gëzim i pastër. Ishte një ndjesi pritjeje, sikur diçka e vjetër po afrohej për të shfaqur. Kur Halimi trokiti, trokitja ishte sërish e njëjtë. E qetë, e matur, pa ngut. Vjollca hapi derën pa u nxituar. Këtë herë nuk u befasua. Plaku qëndroi në prag dhe përshëndeti me një tundje të lehtë koke. Nuk hyri me një herë. Sytë e tij kaluan shkurt mbi brendësinë e shtëpisë, mbi sobën që tani kishte hirin e djeshëm, mbi tryezën që nuk ishte më plotësisht bosh, mbi vajzën që po e shikonte nga cepi i dhomës. Era u ngrit në këmbë, nuk foli, thjesht qëndroi me duart e varura anash, duke e parë plakun me një lloj kurioziteti të përmbajtur. Halim Gega hyri brenda vetëm pasi besniku ju afrua dhe i hapi derën më gjerë. Ata u panë sërish në sy, dhe këtë herë shikimi zgjati pak më shumë. Në atë shikim kishte diçka të pashprehur, një njohje që nuk kishte nevojë për prezantime. Plaku u ul në të njëjtën karrige pranë derës. Nuk hoqi kapelen këtë herë. Qëndroi drejt, me duart e mbështetura mbi gjunjë. Heshtja që ra nuk ishte e sikletshme. Ishte ngarkuar, por jo e rëndë. Besniku u ul përballë tij. Vjollca mbeti pak më mënjan pranë sobës. Era u ul në karrigen e saj të zakonshme, duke i ndjekur të rriturit me sy. Halim Gega mori frymthell, jo për të qetësuar, por sikur po përgatitej të nxirrte diçka që kishte kohë që e mbante brenda. Syt i ulen për një çast mbi duart e veta, të rrudhura, të forta, duar që kishin punuar shumë dhe kishin mbajtur pak. Besniku e ndjeu se kjo vizitë nuk ishte si e para. Nuk kishte qese. Nuk kishte ushqim, kishte diçka tjetër. Plaku ngriti syt dhe i ndali mbi fytyrën e besnikut. Vështrimi i tij u bë më i thellë, më i përqendruar. Nuk ishte më thjesht ai gjyshi i heshtur që kishte trokitur me ushqime. Ishte dikush që mbante një histori. Në mendjen e Halimit, vitet u kthyen pas pa e pyetur. Ju shfaqën pamjet e një kohe tjetër, ku rrugët ishin po aq të vështira, por shpresat ishin më të zhurmshme. Ai e pa vete më të ri, me shpinë të drejtë dhe duar të forta, duke punuar ditë të tëra pa u ankuar. E pa shtëpinë e tij të dikurshme, të vogël, por plot zëra. Gruan e tij, me fytyrën e lodhur por të ngrohtë. Fëmijën që kishte mbajtur dikur për dore. Asnjë nga ato nuk ishte më. Ai e kishte mësuar varfërinë herët. Jo si mungesë e përkohshme, por si gjendje që të ndjek hap pas hapi. Kishte pasur ditë kur tryeza e tij kishte qenë po aq bosh sa kjo që kishte parë këtu. Kishte pasur net kur kishte fjetur duke dëgjuar stomakun e fëmijës që kërkonte ushqim pa e ditur çfarë kërkonte në të vërtetë. Kur kishte parë shtëpinë e besnikut për herë të parë. Diçka ishte ngjitur pas kraharorit. Jo keqardhje, njohje. E kishte parë vajzën nga larg, e kishte parë nënën me hapa të lodhur. E kishte parë burrin që mbante një heshtje të rëndë mbi supe. Ishte një pamje që nuk harrohej lehtë kur e kishe jetuar vetë. Halim Gega nuk erdhi rastësisht atë mbrëmje të parë. Ai kishte kaluar disa herë nga ajo rrugë para se të vendoste të trokas. Kishte menduar gjatë, sepse ndihma kur je krenar nuk jepet lehtë, dhe kur je i varfër nuk pranohet lehtë. Besniku qëndronte i qetë, por diçka brenda tij po shtrëngohej. Ai e ndjeu se ajo që do të vinte nuk do të ishte thjesht një tregim i zakonshëm. Nuk e ndërpreu, nuk e nxitoi, vetëm priti. Era i mbante sytë te plaku, pa e kuptuar pse zemra i rrihte pak më shpejt. Vjollca kishte ndalur se lëvizuri, e gjithë shtëpia dukej sikur po dëgjonte.
Halim Gega lëvizi lehtë në karrige. Një frymë e gjatë i doli nga kraharori. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i qetë, por mbante peshë, si zëri i dikujt që nuk flet shpesh, por flet vetëm kur duhet. Ai nuk erdhi për të sjellë ushqim këtë herë. Ai kishte ardhur për të sjellë të shkuarën. Halim Gega nuk e nisi rrëfimin menjëherë. Heshtja ushtri mes tyre si një ure vjetër që duhej kaluar me kujdes. Ai shikoi përreth, jo për të gjetur fjalët, por për të siguruar se vendi ku ndodhe ishte i duhuri. Shtëpia ishte e vogël, por e mbante ngrohtësinë e njerëzve që jetonin brenda saj. Ishte një ngrohtësi e fituar me durim, jo me bollëk. Ai uli syt për një çast dhe i mbështeti pëllëmbët mbi gjunjë. Gishtat i dridheshin pak, jo nga mosha, por nga ajo lloj dridhjeje që vjen kur prek diçka të vjetër brenda vetes. Vitet e tij të para kishin kaluar në një fshat të largët. Atje ku dimri ishte gjithmonë më i ashpër dhe vera më e shkurtër. Ishte rritur në një shtëpi edhe më të varfër se kjo, me mure balte dhe qati kashte, ku çdo send kishte vlerë sepse ishte fituar me munë. Babai i tij kishte qenë burri i heshtur, i drejtë, por i thyer herët nga puna dhe nga mungesat. Nëna, një grua e vogël në trup, por e madhe në durim, kishte mësuar ta ndani bukën në copa të holla, aq sa secili të ndjente se kishte marrë pjesën e vet. Halim Gega e kishte mësuar që herët se varfëria nuk të pyet. Ajo vjen, ulet pranë tryezës dhe qëndron, edhe kur përpiqesh ta largosh. Kishte ditë kur kishte shkuar në shkollë pa ngrënë, ditë kur kishte punuar në ara të huaja për një copë bukë që e sillte në shtëpi si fitore. Kishte ditë kur ishte kthyer duar bosh dhe kishte mësuar të mos qante, sepse të qarat nuk sillnin ushqim. Kur u rrit, u largua nga fshati, jo për të ndjekur ëndra të mëdha, por për të ikur nga ajo ndjenjë mbytëse se gjithçka do të mbetej njësoj nëse qëndronte. Punoi gjithçka që i doli përpara. Ndërtim, magazina, punë nate, punë që të thyenin shpinën dhe të linin pak para në xhep. U martua herët, jo nga ngutja, por sepse donte të ndërtonte diçka që t'i përkiste. Për disa vite, ja doli. Jo mirë, por mjaftueshëm. Kishte një shtëpi të vogël, një grua që e priste, një fëmijë që i mbante dorën fort kur dilnin jashtë. Ishte një jetë e thjeshtë, por e plot, derisa filloi të qahej. Sëmundja e gruas erdhi ngadalë, pa paralajmërim. Fillimisht lodhje, pastaj dhimbje, më pas vizita që kushtonin më shumë se sa mund të përballonte. Ai shiti çfarë mundi, punoi më shumë, fjeti më pak, por disa gjëra nuk rregullohen me përpjekje. Kur ajo u shua, shtëpia u bë më e madhe dhe më e ftohtë në të njëjtën kohë. Fëmia u rrit shpejt, shumë shpejt. Halimi u përpoq të ishte aty, por varfëria nuk të lë shumë zgjedhje. Kur erdhi momenti i vështirë, ai bëri një gabim, një vendim që e kishte ndjekur gjithë jetën. E la djalin për ca kohë të afërmit, me idenë se do të punonte diku larg dhe do të kthehej me diçka më të mirë. Nuk u kthye siç kishte menduar, vitet kaluan, lidhjet u dobësuan, fjalët u paksuan. Kur më në fund u kthye, djali i tij ishte bërë i huaj. Jo nga zemërimi, por nga koha. Dhe koha, kur të ndan nga dikush, e bën ndarjen të duket e përhershme. Halim Gega e mbajti këtë barë mbi shpinë për dekada. Nuk kërkoi falje, sepse nuk dinte kujt ja kërkonte më. Nuk kërkoi asgjë nga askush. Jetoi i vetëm, punoi sa mundi dhe kur nuk mundi më, mësoi të jetonte me pak. Kur pa familjen e Besnik Rahmanit, diçka u hap brenda tij. Jo sepse donte të shlyente gabimet e së shkuarës, por sepse nuk donte të shihte një tjetër fëmijë që rritej me të njëjtën mungesë që kishte njohur ai. Nuk ishte keqardhje, ishte përgjegjësi. Ai ngriti syt nga e shkuara dhe i ndali mbi Besnikun. Në atë vështrim kishte diçka të fortë, por edhe të brisht. Besniku e ndjeu sikur dikush po i tregonte një pasqyrë të asaj që mund të bëhej nëse gjërat nuk ndryshonin. Era arrinte pa lëvizur. Nuk i kuptonte të gjitha, por e ndjente peshën. Vjollca kishte ulur kokën jo nga turpi, por nga respekti për një dhimbje që nuk kërkonte keqardhje. Halim Gega mori frymë thellë edhe një herë. Ai nuk kishte ardhur për të rrëfyer thjesht historinë e tij. Kishte ardhur për të thënë diçka tjetër, diçka që nuk thuhet lehtë, diçka që lidhej drejt për drejt me Besnik Rahmanin. Halim Gega e mbajti shikimin mbi Besnikun për disa çaste që u dukën më të gjata se qishin. Ishte ai lloj momenti kur e shkuara dhe e tashmja arrin përballë njëra tjetrës pa ndërmjetës.
Shtëpia ishte e qetë, edhe soba dukej sikur kishte pushuar së kërcituri për të dëgjuar. Ai foli më në fund, jo me zë të lartë, por me atë ton që nuk kërkon vëmendje sepse e merr vetë. Besniku nuk ishte një i panjohur për të. Vite më parë, shumë vite më parë, kur Besniku kishte qenë ende djalë i ri, Halimi e kishte parë për herë të parë në një obor ndërtimi. Duke mbajtur thas çimentoje që i dukeshin më të mëdhenj se vetja. Nuk kishin folur atëherë. Halimi ishte thjesht një burr më i madh që punonte aty përkohësisht, ndërsa Besniku ishte një djalë që përpiqej të mbante familjen në këmbë. Por kishte diçka në mënyrën si ai djalë punonte, pa u ankuar, pa kërkuar ndihmë, që i kishte mbetur në mendje. Më vonë rrugët e tyre ishin kryqëzuar sërish, pa e ditur asnjëri se po shihnin të njëjtin njeri. Njëherë në një magazin, njëherë në një rrugë të mbushur me kamion, gjithmonë shkurt, gjithmonë pa fjalë. Halimi e kishte ndjekur jetën e Besnikut nga larg, jo si vëzhgues i qëllimshëm, por si dikush që sheh një histori të njohur duke u përsëritur. Kur e pa shtëpinë në fund të shtegut, kur pa vajzën e vogël dhe gruan me hapa të lodhur, nuk pa thjesht një familje në vështirësi, pa vazhdimin e asaj historie që ai vetë nuk kishte arritur ta ndalonte dikur, pa një rreth që po mbyllej sërish. Halim Gega nuk kishte ardhur për të shpëtuar askënd. E dinte mirë që askush nuk shpëtohet nga jashtë. Ai kishte ardhur vetëm për të mos lejuar që mungesa të bëhej fat. Besniku dëgjonte pa lëvizur. Në fytyrën e tij nuk kishte habi të madhe, sepse diku thellë kishte ndier gjithmonë se jeta e tij po ecte mbi gjurmë të vjetra. Fjalët e plakut nuk i ndryshuan të shkuarën, por i dhanë një kuptim asaj që kishte ardhur. Vjollca e ngriti kokën ngadalë. Syti ishin mbushur, por nuk qau. Ajo e kuptoi se ndihma që kishte hyrë në atë shtëpi nuk ishte rastësi dhe as mëshirë. Ishte zgjedhje. Era u afrua pran Besnikut dhe i preku dorën. Ishte një gjest i vogël, por i fortë. Halimi e pa dhe diçka i lëvizi në kraharor, jo dhimbje, por lehtësim. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që ndjente se diçka ishte vendosur në vendin e vet. Ai u ngrit ngadalë nga karrigia. Këtë herë hoqi kapelen dhe mbajti në dorë. Nuk kishte më asgjë për të shtuar. Çfarë duhej thënë, ishte thënë. Çfarë duhej bërë, nuk varej më nga ai. Para se të dilte, u ndal për një çast në prag. Hodhi një vështrim të fundit mbi tryezën, mbi sobën, mbi vajzën që tani dukej më e qetë. Pastaj u kthye nga Besniku, jo për t'i dhënë këshilla, por për t'i lënë diçka më të rëndë se fjalët. Besimin se ai mund ta thyej rrethin. Dera u mbyll pas tij pa zhurmë. Jashtë, mbrëmja kishte rënë plotësisht. Halim Gega u largua ngadalë përgjatë shtegut, me hapa të njëjtë si gjithmonë, por me shpinë pak më të lehtë. Nuk kishte zgjidhur gjithçka, nuk kishte rregulluar botën, por kishte bërë atë që mundej në momentin e duhur. Brenda Besniku u ul pranë tryezës. Vjollca ndezi sobën edhe një herë. Era u ul mes tyre, duke mbajtur duart e të dyve. Ushqimi nuk ishte më problemi i vetëm, por për herë të parë nuk ishte as frika kryesore, dimri ishte ende aty. Varfëria nuk ishte zhdukur, por diçka kishte ndryshuar rrënjësisht, sepse atë mbrëmje në atë shtëpi të vogël, një tryezë nuk ishte më thjesht vendi ku mungonte ushqimi. Ishte bërë vendi ku u ndal një zinxhir i vjetër, dhe ndonjëherë kjo mjafton për të ndryshuar një jetë.